Ne jemi në kulmin e sezonit veror dhe është një sezon I cili karakterizohet nga shifra shumë pozitive, jo vetëm sa I takon hyrjeve të vizitorëve tuaj, që është një kënaqësi natyrisht për ekonominë dhe për turizmin, por në radhë parë njëherë për shifra që lidhen me sigurinë, që lidhet me mbarvajtjen e sezonit, me gjithë mirë administrimin, mirë menaxhimin dhe me siguri, e gjithë kjo nuk vjen rastësisht, është fal një koordinimi, bashkëpunimi dhe një themi gatishmëri e përkushtimi në nivel shumë të lartë nga policia e shtetit natyrisht, nga organet e vetëqeverisë vendore dhe nga gjithë të tjerët, gjithë ne, në këtë rast edhe turizmi edhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe gjithë strukturat e tjera, të cilat janë në mbështetje të një sezoni sa më pozitiv dhe që shifrat e tregojnë tashmë e vërtetojnë që jemi në nivelet më të mira të mundshme. Ne kemi 3 mesazhe kryesore si Ministria e Punëve të Brendshme. Së pari, siguria e jetës së qytetarëve dhe turistëve. Sa më shumë ato vinë e vizitojnë jo vetëm Saranën, por gjithë Bregdetin shqiptar, kjo nuk kupton më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit. Prandaj unë përgëzoj çdo punonjës policie I cili e kryen këtë mision dhe këtë detyrë me përgjegjësi, me profesionalizëm dhe me integritet në shërbim të qytetarëve për të garantuar jetën, shëndetin e tyre dhe gjithmonë çdo turist që vjen në Shqipëri të ndahet me përshtypjet më të mira dhe kujtimet më të bukura nga vendi ynë. Së dyti, nga ana tjetër, sigurisht është shumë e rëndësishme që bëhet e qartë për çdo që do lejojmë zero palishmëri. Qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, palishmëri të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi I shpejtë I menjëhershëm I policisë së shtetit është kritik, është I rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve në tërësi, mbi sigurinë dhe përgjigjen e institucioneve në ankesat që ata kanë. Dhe mesazhi I tretë, sigurisht nuk është detyra vetëm e policisë së shtetit, patjetër ka një pjesë shumë të rëndësishme në këtë përgjegjësi, por një turizëm cilësor që kontribuon në ekonominë kombëtare, në kupton dhe bashkëpunimin e gjithë aktorëve. Jemi sot në Sarandë për të ndjekur nga afër punën e palodhshme që të bëjnë të gjithë punonjësit e policisë së shtetit, ku me orë të zgjatura shërbejnë qytetarëve, vizitorëve të ndryshme dhe turistëve që vinë edhe në pikën e kalimit kufitar Sarandë. Por Saranda është gjithashtu dhe një qytet që do rendin e sigurinë dhe në kuadër të këtyre veprimeve ne jemi përdit në terren me patrullat e përgjithshme të policisë, me patrullat shqiponja, me patrullat e qarkullimit rrugor, të cilat dita ditës realizojnë dhe kryen operacione policore të cilat sjellin besimin e qytetarëve tek policia.